Dhe tani në të pjesë të dytë, ju e dini, nuk jemi kurrë vetëm, jemi me një të ftuar, dhe një të ftuar jo normal, po legjendar, po themi. 500 ndeshje kampionati shqiptar, më tepër nga 500 në fakt. Elvisina, përshëndetje. Përshëndetje, mi sy gjitha. Tani kënaqësi të kemi këtu në kampionatin shqiptar ti ka luajtur 500 ndeshje. Na tregon pak ky rekordi jot si është. Shiko, edhe vetë nuk e dija që kisha 500 ndeshje, të them drejtën, por ajo që ka bërë që ti bëj të 500 ndeshje ka qenë forma mirë fizike, të them drejtën, dhe regjimi i tepërt që kam bërë që pa regjim nuk mund të arrish gjitha këto. Është një gjë shumë e bukur sepse tani që që e kam kuptuar që kam luajtur ka shumë ndeshje dhe vetes nuk më besohet. Janë shumë. Po, a kishte një sekret kjo forma jote, pra ndoshta më tepër stërvitje apo isha vetë i përgatitur fizikisht? Shiko, që të bësh këto, domethënë jo unë personalisht, por kushdo që merret me sport, nëse bën regjim të mirë, nëse stërvitesh mirë, nëse nuk abuzon, është krejt normale që mund t'i arrish. Çdo gjë mund të arrihet në këtë botë, vetëm thjesht të duhet vullnet, regjim dhe disiplinë. Këto janë tre gjëra që janë të padiskutueshme për të arritur majat. Përveç këtij rekordi të ndeshjeve me fanellën bardhë blu, po them, ka edhe një tjetër rekord në kampionatin shqiptar i pathyer akoma. Më shumë trofe nga gjithë lojtarët e kampionatit shqiptar. Sigurisht ekipi i Tiranës ishte një ekip me emër, fryma që kishin lënë ato lojtarë që kanë qenë më përpara nesh. Vazhdon të ishte akoma dhe ne e morëm dhe ne atë frymë dhe vazhduam të kemi prop akoma atë frymë. Fryma do të thotë që ti fillon vesh këtë fanellë dhe këtë fanellë është e barabartë me tituj. Domethënë ti e vesh atë fanellë për të fituar tituj, nuk e vesh për fanellën me kaluar radhën. Dhe kjo ne këtë gjë e arritëm dhe e kemi nderuar këtë fanellë deri në momentin që kemi lënë futbollin. Në momentin që ke lënë futbollin, po si e niste, kur e niste, nga të erdhi dëshira për ta nisur? Atëherë, unë jam lindur në Sauk. Kështu thon katonar Tirana. Por them të drejtën, Sauku vet ka qenë një brez njerëz që ishin më të rritur se unë. Dhe kishin vetë Sauku kishte një ekip. Unë kam qenë fëmijë atko. Dhe shikonim ndeshjet që sepse fushat kanë qenë në të gjithë vendin, kanë qenë fushat që në kohën e verit. Qenë fushat e futbollit që luanin klasat, shkollat etj etj. Po ndërkohë që mas ditave luanin për shembull 3 me 2 vjetrit të Saukut. Po ti kur je fëmijë dhe ti s'kishe çfarë bëje sepse normalisht ti rrije kishte një tip tribune aty, tribunë, ishte shtufa jo po. Ato shkallës. Si tribunë, po. Edhe ti e shikoje ndeshjen. Ndërkohë që i them babës tim që se domethënë mendimi i prindërve të mi ishte të filloja te pallat pionierëve për pjesën e një vegle muzikore. Instrumentist. Po, me filluar një vegle muzikore, mund të ishte violinë, mund të ishte jazzi apo mund të ishte piano, diçka tjetër, po edhe i them që duhet të filloj futbollin. Po tha që të bësh futbollist tha duhet ta masësh mirë, duhet ta masësh mirë, po mos kemi llafe kur më thu kështu. Mirë, po i them unë që më kam qejf shumë futbollin se edhe luaja me shokët e kështu dhe. Çfarë moshe ke qenë pak a shumë? 11 vjeç. 11 vjeç. Po, edhe më tha që po, okay, kam një mikun tim që do ta flas me të. Edhe më vjen mas 2 ditësh, më thotë kam fol tha me atë shokun, tha do të çojmë te Tirana. Ti Tiranë do që në fillim besoj. Po, ti i thash. Tha do të çojmë te Tirana, ai një trajneri tha, trajneri ka qenë Shqipçi Muça, ne ishim me pionierët atko. Kam shku e kam bashkë me, ta them dhe emrin, është Tritan Kokona. Që ne e përshëndesim se na bëri nder që të futi futboll. Jo më lart se sot e kam takuar dhe domethënë gjithmonë është një njeri shumë pozitiv për mua dhe e takuam për shoqimin. Te Polikumi ka qenë, fusha që bënin së vite pionierët atko. Edhe babi i tha që shikoj tha një javë, po ja vleti tha. Mirë, tha që edhe ky tha mos lodh, tha se nga Sauku deri në Polikum merrja 2 autobusa për shku etj. Okej. Fillova stërvitjen, që ti bie shkurt, edhe i tha ai që po çuni ja vlen. Më çojnë llaf që do shkosh sepse po të presin ekip parë se ka nevojë për ty. Unë sapo zhvishesha në Alidem. U vesha prap me biçikletë atje me biçikletë shkoja. Po me biçikletë. Te Skënderja Halili. Shkova atje,
Do them sinqerisht nga emocionet e tepërta nuk dija këtë shkoja, se s'kisha kupton ishe fëmijë para atyre. Kam gjetë në dhomë, Rafmet Pas, Ben Minga, Agustin Kolën, Kernali Mehmetin, Florian Rizën, atë pastaj ishin gjithë lojtarët e tjerë që ishin, po të them këto emra që ishin emblem të klubit në atë kohë. Dhe më mend që krenari ka ardhur dhe më është ofruar dhe më thotë mu si e, i thash mirë, si kalove. Thash unë jam nga Trit, thash më kanë lajmëruar me ardh këtu. Po tha hajde tha. U futa brenda sepse trajnerët ishin në dhomë veç. U futa brenda, më tha hajde u lëzhvishu këtu. Aty filloi stërvitja. Ndeshja parë ka qenë në Korç. Në Korç. Neshin në transfer, në Korç. Transfer të Korçare. Po. Debutimi në Korç. Debutimi në Korç. Aty kemi fituar neshe 0-3. Por trajneri apo dhe drejtori i klubit, që ishte sipër, që aty fillonte fryma, sepse ti do shkruaj të firmosh kontratën, po. Ti e di çfarë fanellë po vesh? Ai thotë po, ti onës. Jo, ti nuk po vesh ti onës. Ti po vesh një fanellë e cila vdo vetëm trofe. Nëse ti je i Zoti për të arritur me trofe, do ta marrësh gjatë këtë fanellë. Nëse si je i Zoti, do hapësh krahun. Kështu ka qenë. Pa fillon të fryma çyke atje, që do firmosë kontratën. Pastaj edhe presidenti patjetër kupton. Pra ka qenë fryma një ekipi që vetëm fitonte pra, si ta them. Ka qenë fryma një ekipi i cili ishte i jetur për të fituar vetëm tituj. Dhe prandaj është sot këtu është. Kuptimi që ka fituar shumë tituj, s'po them për momentin, se për momentin është Kuthret Çameti. Është bloz, tash keq më vjen që ta them, po më përpara ka qenë deri pa kohë më parë ka qenë që domethënë ti kishe kënaqësi të vishe fanat të Tiranës. Sepse ishte domethënë njerëzit respektonin rrugës. Tash shohin lojtarët me kë lugë me Tiranë, pa më ndesh. Edhe kjo nuk është e mirë fare. Tirana ka lënë emrin e madh që ka gjithkohë. Dhe unë personalisht nga klubi i Tiranës vet, ajo që i kam, domethënë që unë e vlerësoj shumë, sigurisht djersa ime që kam arritur deri aty është vlerësimi i njerëzve që unë takoj rrugës, sepse njerëzit do kur ty të njerëzit të vlerësojnë, të takojnë, të përshëndesin, të thonë, si nëse unë të njoh apo viso se ti kam pas stadium, ju se kuptoni, po është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Domethënë që unë, me vërtet, pas kam lënë një shenjë shumë të mirë në kujtimin e ca njerëzve, domethënë jam sjell mirë, jam stërvit mirë, kam shfaq, domethënë një gjë shumë pozitive që këto njerëz më respektojnë. Se negative, s'flet një rrugë, do të thotë që ama ky legjeni. Dhe përpos respektit të njerëzve në rrugë, vjen dhe një e tillë. Ma komento pa tani. Kjo është më bukur. Kjo është një këngë e Patimës Rrugës, që e përshëndes. Është bërë në vitin 98-99. Ka qenë një vit që ne i morëm dhe kupën e kampionatit. President ka qenë Lutfi Nuri. Dominim total. Ne domon kundërshtar kemi qenë me Shkodrën. Shkodra e rrafën dhe finale për kampionat dhe finale për kupë. Biles në finale për kupë ka pa është bërë dhe rëmuj në stadium biles, sepse pa të shtëna biles. U gjujta me njëri tjetër njerëz aty që në stadium, ma gjendje si ka qenë kohë. Por që ai vit ka qenë i paharrueshëm. Domethënë, unë kam kaluar shumë kohë të bukura me Tiranën dhe apo me sportin në përgjithësi, por ai vit domethënë ka qenë me të vërtet maja. Domethënë ajka. Kur enjoy projekt park. Sepse di pse? Sepse gjithë çka ishim aty, ishim gjithë shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. Shkonin mirë me njëri tjetrin, nuk kishte problematika fare, presidenti ishte në nivelin e duhur, kuptimin që as nuk ndërhyte, pagunte parat, kishte vuca trajnerë aty, njerëz klubit aty, sumerte fare, ai vetëm vite shitën neshin, para neshit kishte neshit të folë me Parizonin, apo me, ku diun, një shteti që kishte neshin. Vite na jep të dorën, thotë çuna, luni futboll. Mos keni merak fare, fituat, keni premio, keni kaq lek. Vite qese me lek. Marroshim nesh me Parizonin, fituam ne 25 milion, 30 milion lek aty. Në atë kohë 25 milion. Patjetër, 30 milion ka qenë shumë lek. Dhe ne meshim lekët, i menim lekët, domethënë dhe ishim ke parasysh
Tani pris kam një pyetje. Se jam kurioz tani. Te këto premiot, si ndahen? Lojtarët titullar marrin çik më shumë apo ndahen baraz? Shiko, domethënë ka qenë kjo, është e vërtetë. Se nuk e di këtë. Jam kurioz. Jo, është e vërtetë ajo që ka pas një lloj ndarje kështu, po erdhi një moment që sepse njerëzit ke leku gjithmonë ka një lloj kështu. Dia ka një dëshmëri ndryshe nga gjërat e tjera. Në fillim ishte që kush lunte e kishte 100%. Ai që ishte rezervë kishte 70%, 50%. Dhe trajnera, domethënë trajneri i parë, trajneri i parë të plot, trajneri i dytë 70%, trajneri i portierëve kishte 50%, e kupton? Qartë. Dhe ne, domethënë, masi ndodhi ja 2 herë ky muhabet, pat një kështu pak kënaqësi pak kënaqësi dhe ti e kuptoje nga mimikat e fytyrës. Ulëm diskutuam gjithë si çuna, jo stafi vetëm ekipi, vetëm lojtarët. Vetëm çunat dhe thamë që domethënë nëse ne do marrim premium më vendajmë pjesë. Secili nga ne këtu janë të barabartë. Sepse kjo është harmonia, kupton? Patjetër. Këtu jemi gjithë barabartë. Sot jemi jam unë informacion, ai tjetri mund të jetë nesër, s'është nesër, mund të jem unë nesër aty, pse? Kështu që në herë tjetër në momentin që ne do ndajmë premium, se rrogat ishin tjetër që as kishte lidhje. Do ndajmë premiet janë të barabartë. Edhe kështu vendos, kështu mbaroi dhe s'kishte më problematika fare. Po kjo është një gjë shumë e mirë. Kur e dëgjon këngën, e dëgjon sot sa ditë të këngës kam përshtypjen. Enjoy e kërcej, domethënë herën e fundit që kam qenë në i valle në Aftun, isha me nusën biles. Edhe po ishin familje të jonase. Njifsha shumë nisën njerëzve aty, njifsha më njifshin etj, kur vuni kohën të jo se u kthyn gjithë nga çau shpejt. Po, domethënë është një kësi shumë e madhe. Është një këngë që kanë gjitë. Është një, domethënë Tirana ka 2 këngë që kanë gjitë. Është kënga e vjetër e Tiranës, është dhe kjo e jona. Po kjo do të thotë që është një vlerësim shumë i madh që na është bërë. Është vlerësim shumë i madh. Gjithë jetën do jetë kjo këngë. Gjithë jetën do kujtohemi ne dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe më jam shumë falendërues Lutfi Nurit, i cili ka qenë sponsor i kryesor i kësaj këngë. Gjithë çunave që kanë qenë atë ekip, që e bën të mundur që sepse ti të bësh një këngë për një ekip do të thotë që ti ja ke bërë zemrën mal dash presidentit, dash njerëzve, dash edhe ja vlen që ti të bësh të këngë për të kujtuar këtë ekip që ka qenë. Madh me që ti solle një këngë, un kam sjell ca foto këtu, që do t'i shohim dhe t'i komentojmë pak nga karriera tek Tirana. Ky është ekipi i donatorëve quhet, sepse ishin 4 donatorë. Secili nga ato kishte marrë përsipër që të sponsorizojë ekipin, por domethënë e gjithë ideja është domethënë të 4 donatorët morën spunton nga El Saidi kur ishte. Për arsye sepse që të bësh një ekip të mirë, ti do të marrësh lojtarë më të mirë. Sigurisht. Lojtarë më të mirë kudo që ishin, u mlodhen nga shumë ekipe. Dhe kujtohet që ka qenë, domethënë, në këtë ekip ka qenë konkurenca jashtëzakonisht e madhe. Tani u do të bëj ca pyetje për këtë ekip, me që ka shumë emra të njohur aty. Duhet më thuash pak cili ka qenë lojtari më i rrept te ky ekip. Në fushë me kundërshtarin ka qenë Dabulla. Po. Që nuk më bën abis Dabulla është edhe lushnjar, nuk e di pse do la që rrept. Lushnjarët nuk janë gjithë butë. Jam edhe vet. Lushnjarët nuk janë gjithë butë. Lushnjarët si gjitha ne. Ka njerëz janë të butë, ka njerëz të thyrë dhe kocka. Ai ka qenë ata që Dabulla. Po shumë. Pastaj lider Dev Muka ka qenë kapiteni i skuadrës. Patushi ka qenë motori mes fushës për shembull që domethënë aty ka lojtarë që ka shumë element. Shumë rrallë mund të vinë Tiranës më. Cili hapte më shumë punë në stërvitjet? Markoçi. Eldo Markoçi. Është një shumë i shpejt, shumë teknik. Pra të mban mend nga ekipi. Ai sigurisht ka të tjerë, po të marr Markoçin sepse ka qenë lojtar i cili domethënë ishte shumë i shpejt, kishte një sprint jashtëzakonshëm, po të merrte topin, po ta lçonte topin përpara, ti nuk e kapje dot më. Sepse më vërtet ishte i shpejt, ishte teknik, domethënë kishte ca lëvizje që nuk e kisha mundësinë për ta arritur. Me që janë të kjo temë, lojtari më vështirë që e përballën karrierën tënde, cili ka qenë? Kundërshtar. Mertens. I huaj. Mertens i Napolit. Po. Asa neshe boni gol. Ne na boni çorap për fare. Po ishte disi ishte nuk doja ta kapja ta godisja. Doja ta godisja sepse nuk tunë që pastaj të them rastin po atje doja ta godisja nuk e kapja dot apo. Aq i shpejt ishte.
Po Qemar Mustafa ai bëre prit që thotë Qemar Mustafa punë tjetër, i bëre prit parë. Çfarë ndodhi Qemar Mustafa? Kemi dalë 0-0 këtu. Po e mbaj I miraf E mbaj mend, e kam pas. 3-0, 4-0 në Utrecht. Dhe këtu kemi dalë 0-0. Po të thot vllai që domethënë e mezi e prisja ta kapja. Se më pat jo të flish më valla. E ktheve personale aty. Pa jo personale, po kur ti e shef që ai domethënë moment që ti ishe prapë përballë me atë, ai dy lëvizjet e tij ishte 5 kohë mrapa. Sepse niveli jon krahasim me ato ishte i tillë. E kupton se nuk është çështje ke unë. Se edhe unë po të isha në Hollandë, fjalët ishte më ndryshe. Po niveli jon me ato ishte kështu. 5 hapa para nesh apo. Në çdo lëvizje. Shikoja mbrojtjen e majtë e shifsha të mbrojtës djathtë. Shifsha mos e djathtë ishte sulmues. Sulmuesi e shifsha që të mbrojtës. Domethënë që shikoja numrat isha kështu, çfarë bëhet shumë vëlla. E kupton çfarë niveli? Por një moment dolin tav. Po dolin tav të drejtën, ja kam fund me bryl, sepse më shmang një moment për ti në krah, e kam kap, e les kam në foton në shtëpi me të. Po pëlqen ky shpirti deri në fund. Pa e kam kap, po them, në atë moment e kapa, u ran tokë, e nxori, domethënë trajneri e nxori pas 1 minuti që unë e dëmtova. Ai e kuptoi dhe ai që ai momente ku ja bolla karton e verdh, thuaj tani e ke Allah. Po e bora karton e verdh. Po e bora karton e verdh. Po e kapa po. Ishte ke kisha si me duf, e kupton? Më pëlqen shumë histori pikante që ja mora hakun diku. Do jetë i verdhi më i ëmbël. Ore doja kapë kom se kapë do vetëm më shumë ta kapë. Më herët. Po kjo është ku nesër kupën në Vllaznin që thash që patë rrëmujt në tribun. Këtu mund të tregoj emra të cilat janë figurat të klubit Tiranës dhe futbollit shqiptar. Po ti vesh ai kputzëve, shikoj kputzët. Njësoj që janë të gjitha kputzët World Cup. Domethënë me 6 taka, edhe këto kputzët, kupton, që kishim ne, ai burri aty që është ulur me të hyka. Po. Ai ka qenë që në kohën e Milan Baçit e çfarë them edhe shkënë hykës, afat pas. Ai u merrte me gjithë njerëzit për që rrugullat e kputzës. Pra kishin detajet më të vogla te Tirana. Ai shikonte fushën, thotë duhet taka kaq. Ishte lut, ka ato vllatakën. Po taka nga ato edhe këtë vonë erdhën pastaj që u futën këto takat që vinin nga Gjermania. Që modernizua pak po. Që ishin në alumine kështu, se kanë qenë takat tona, kauçuk. A di si, ta them eksaktësisht, si gjysmë si çaj qeriu, qeri, ashtu ishte. O? Po, si ashtu. Po ishte e fortë, është kauçuk, po. Qartë. Forma ishte e tillë. Ishte si qeri. Po. Ato njerëz kanë drejtuar Tiranën më parë. Ka qenë njerëz përgjeshëm valla. Ku domethënë edhe këto që janë sot, mos harrojmë që shpenzimet janë 20 fishu krahasim me çka kemi pas ne përpara. Dhe këto janë problematika që ne e shohim gjë nga jashtë ose ju, se unë e di, po ju e shihni nga jashtë thua që si ka mundësi që të përfundojë klubi kështu. Unë mendoj personalisht që klubi ka nevojë për njerëz që dinë të marrin vesh nga futbolli valla. Ti s'mund të marrësh njerëz që të blejnë lojtarët apo të bëjnë çfarëdo lloj gjëje në klub, kur ti se njeh, ti s'ke luajtur ditë futboll vet. Ti s'e marr një ditë me menaxhim. Ti një ditë nuk e marr për rasti. Domethënë, ajo e di ku fillon. Fillon qytet punëtori fushës valla. Qytet ajo që rregullon kputucët, që rregullon dhomën, pastron dhomën. Që aty fillon. Kur ti e shef që ai merr, domethënë nga që njerëzit nuk paguhen, njerëzit hinë nga puna sepse thotë valla, nuk kam familje për të mbajtur. Hinë nga puna do i thotë ti tjetër, hajde ti jap ty to lekët, pa hajde futa i vjen me vrap. Po ai nuk e di se çka klubi po punon. Edhe mund ta lej gjën ku diun të pa bër. Pa për e bari. Të thu, ama s'ka për të pa gjë njëri. Por ajo vëmendja që mund të ketë punëtori fushës, dash me fryt topin, mënyra si e fryt topin, sa e fryt topin, e kupton? Apo preja e barit, apo vizimi i fushës, apo marrja e materialeve. Domethënë, janë shumë komponent. Pra thua që fillon nga detajet më të vogla. Ora po te detajet e vogla fillon. Për shembull, mund të them edhe diçka tjetër që këtë e kam vënë re, po është hera e parë që mund ta edhe ta shpreh. Ka diçka shumë të habishme te klubi i Tiranës. Po flas me klubin e Tiranës sepse Patjetër. Më përpara ka qenë që vini lojtar, kam shkuar unë, dhe njerëzit më tregonin që shiko. I shef të fotografitë këtu? Këto kanë fituar këtë kampionat. Kanë bërë kaq gola, kanë bërë kështu. Dhe ti kur e shikon,
ti kur shikon, ti ndërgjegjësohesh në vetvete që shiko se ti po afrohesh ke ky klub, po ke ca përgjegjësi. Se nuk është çështje vetëm me lekë dhe postërvitje dhe del bukur bot tatuazhe. Nuk është kjo. E kupton? Është një lloj krenarie për fanellën. Kjo fanella ka një histori, shumë të madhe, po ka dhe karakter. Ka dhe guxim, ka dhe nerv, ka dhe do kesh dhe sharje. Do kesh dhe lavdrime shumë. Domethënë që ti nuk po shkon me një ekip kalçetoje që hajde zjemi këtu dhe shile nuk flasim më, çansi ka se nuk njihemi më. Po aty është të Tirana, kupton? Po nuk ka njerëz më që t'japin në të frymë. Si për sportin, si për historinë. S'ke, më thuj një person që sot në klubin e Tiranës është aty dhe di historinë e klubit të Tiranës. Sepse klubi i Tiranës nuk është vetëm i Tiranës, aty ose presidentit. Apo është i tifozëve, është i njerëzve që janë Tiranës, e kupton? Edhe njerëzve që nuk janë Tiranës, që janë tifozëve të Tiranës. Ai klubi është i gjithëve. Prandaj, klubi i Tiranës nuk ka se deshi është në tur, po, nuk ka ti shkon një shtetit, po të kam një rast thjesht fare, në Stamboll. Shkon në aeroport, ti ke 4-5 dyqane, rjesht, që janë në distancë me 20-30 metra nga njëra tjetra, është Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor, edhe aty brenda gjen uniforma, shalle, varse Chelsash, figurat të futbollit që i kanë kornizë, që ti shkon i blen. Po gjithë këto lek janë lek për klubin. Pse ti unë se ka këtë punë? Kjo do të thotë kish menaxhim. Sepse ato janë lek që i vin klubit. Po që të bësh të gjën kështu, do të jesh i fortë me ca gjëra të tjera. Kuptimi që do të jesh i fortë financiarisht, të kesh një organizim, do të kesh njerëz që punojnë për ty. Dhe që të arrijë gjithë kjo. Ti se bën dot vetëm. Ti po merr ca lojtar tash të huaj në skuadër, se thua do bëj ekipin. Pa i lojtari nuk e di që çfarë fanella ka vesh. Shqyr zotit kanë gjetë mundësi me Vujt Zi kapiten. Jo se kam gjë me Zita, se mos të kesh kuptuar, po nuk i shkon për stadionit fare. Tani, gjatë kohës që po flisje, po vej re që mungon te Tirana njerëzit që e din fanellën. Në dijenin time ti je i pajisur me çdo licencë të nevojshme për çdo gjë. Të ka shtrirë dorën Tirana në moment e krizës dhe ka kërkuar ndihmë. Ja. Do ishe i gatshëm ta ndihmoje? Shiko. Kur jemi me shokët, me çunat që ne kemi luajtur futboll bashkë, dhe gjithë na dhem kur e shohim klubin kështu. Patjetër. Dhe kur diskutojmë mohabetin, edhe me njerëz që janë afër njerëzve aty. Kur diskutojmë. O vëlla, nuk kam nevojë për lek. Unë kam punët e mia, nuk kam nevojë për të marrë lek nga klubi. Unë jam i gatshëm që nesër me shku me ndihmu klubin tim. Por me ndihmu. Dhe jo me fol me ajrin. Më kupton? Pra ti je i gatshëm për ndihmë. Kur them për të ndihmu, nuk do të them me shku me botra njërin unë. Se ka tjerë para mirë shumë më të se unë. Unë mi ka bërë gjithë licencat. E kam filluar të punë, e kam parë që kjo punë do të kesh 7 styra. Puna sport do të kesh 7 styra. Dhe unë se nuk e bëj dot atë punë. Aty ju them sinqerisht, unë nuk e bëj dot atë punë, sepse kam një fytyrë, kam një reputacion që e kam pas gjithmonë, e kam dhe do ta kem sa të jem gjallë. Dhe këtë mundohem t'ja jap te fëmijës tim. Por e kam lënë këtë punë, i bëra licencat, por duke parë se çfarë ndodh, do të jem larg këtyre gjërave. Jam mirë me familjen time, kam kohë për familjen time, sepse të merresh me punën e sportit, ti largohesh nga familja, s'ke kohë për fëmijët, për asnjë gjë. Sepse ti mund të sakrifikosh, bie fjala, ti mund të kesh një rrogë shumë të mirë. Dhe mendon që shiko, unë me këtë rrogë jam okay për familjen time, jep plotësi gjithë kushtet. Por ti në Shqipëri s'ke as rrogë, s'ke as kushte, s'ke as fusha. Llafe pa fund. E për çfarë po? Se ke pasion. E valla, pasioni mbaroi, këtu mbaron pasioni. Tani kam detyrimet e tjera. Detyrimet e tjera, familja, biznesi që ke familjen apo tjetër. Kështu që kam bërë një zgjidhje të tillë, ndërsa për të ndihmuar klubin, se deri aty desha dole, të dija që për të ndihmuar klubin, unë mund të shkoj tani mboj për çfarë do të gjë, nëse ka nevojë për mendimin tim, unë po nuk kërkoj lek. Pra ti je vetëm për të ndihmuar për të mirën e skuadrës. Njerëzit mendojnë se kushdo që, domethënë, nëse do i themi bëj fjala Elvisit, Dabullës, Patushit, apo Devi Mugës, apo ku diun, X-i Y-it. Nëse i themi, do të më i pagu.
Valla, nuk kam nevojë për të më dhënë ti lek. Unë duhet që ta shoh ekipin këtu. Po, nëse gjërat bëhen siç duhet. Hajde të diskutojmë që të kemi rolin në klub. Po, paga ime është kaq. Po, marr përgjegjësi për atë pagë që jap. Dash për gjithë menaxhimin e saj, për këtë, për atë, sepse një klub futbolli, pse po të kapim për të dalë një gjë të shkurtër. Ti ke Real Madridit. Real Madridit është AIK mbreti i gjithë klubeve të botës. Ti vetëm thjesht të marrësh 1% të atij klubi, për mënyrën se si funksionon, ti nuk ke nevojë më për të ashtu fare. Por tu më mungon besimi i atij presidenti që është sot. Besimi që ka te njerëzit vërdall. Nuk ka besim te njerëzit vërdall, sepse e di ai që ky do mafusi, ai do mafusi, ai do thak kështu, ai do i thotë kështu. Edhe thot më mirë bëj më i larg, edhe thot i dini i bëj vetë se në fund e fare lekët e veta janë. Lekët e mia janë thot. Edhe janë lekët e veta tamam. Por edhe ne si ish futbollistë të Tiranës, ne jemi dakord që ta ndihmojmë. Se e di është 1 milion. 1 milion është që do bësh merkaton? Po. Se të vesh trajner, ke drejtor klubi, do kesh menaxher të pjesën e menaxherit të skuadrës etj. Moment që ti me lojtarët, po, me 5 lojtarë që i ke Tiranës, e thua valla, lutem se kanë hartu lojtarë, do vini të bëshimni? Po. Servitje. Një ndeshje, do bësh një ndeshje mjësore, e shohim ja vlen si ja vlen. Se ne s'dum ne jemi pjesë e sportit dhe ne e kuptojmë. Ne duam që të bëjmë lojtarë më të mirë që ti edhe ti vet, si president, ato lekë që ke tepër. Ti këto lekë do t'i paguash një lojtari i cili ja vlen t'i paguash atij lojtari. Po, kaq. Dhe unë për këtë punë, unë nuk po të kërkoj as lekë asgjë. S'ka thon kur gjë njëri. Din ti zgjidhin vet. Nuk kanë thënë asnjëherë për ndihmë, çuditshme është. Pas nuk ka një lojtar i cili është lider. S'ka. E di ç'do të thotë kesh një lider në skuadër? Lider lind, nuk bosh valla. Lideri e mban e tërë skuadrën zvarr. Sepse ai bën bash grupin, jep një frym tjetër. Ai ku duhet kuptojë se kush është klubi, domethënë sepse kur thua lider, ai e di shumë mirë se si funksionon klubi. Për t'i dhënë frymën e duhur këtyre lojtarëve që luajnë. Por ti kur s'ke asnjë lider, ai që mban në shina grupin, po themi. po shiko, grupi ka një shtyllë kurrizore që është mbrojtja mes fushës. Janë 3 pika. Këto 3 pika, këto që janë anësorët, kushdo që të vi, këto janë kalimtarë, ikin. Po 1, 2, 3 do të jenë shtyllë kurrizore. 3 veta, 3 lojtarë. Janë shtylla që të cilën mban ekuilibrin. Po t'ishte dhe kjo Tirana aktuale kapiten, a do kishe një lloj mbledhje me vetë lojtarët, pra po them që vetë lojtarët ta dinin më mirë grupin apo fanellën që po luajnë? Kam përshtypje do ngjirej në fush duke u lëritur lojtarëve. Patjetër, trajneri në fush. Kjo puna e ngjirjes, unë jam ngjirë më përpara se kur të ke qenë lojtar dhe më të mirë se këto që janë këtu. Imagjino me këto çdo shëndon. Megjithëse ka, por them të drejtën, po të kisha qenë kapiten skuadrë tani, domethënë e para herë të garantoj me jetë që unë nuk do isha dakord me këto lojtarë që kanë marrë që në fillim. Po thushi që kjo nuk do ishte dorën tate, po që do ishte dorëzu. Do ishte dorëzu sepse fol sa dush, thuaj sa dush. Nuk domethënë shoh një tunel i cili ka dritë, valla, nuk ti vazhdon ta kërkosh dritën, nuk e gjen, s'ke për ta gjetur për shumë kohë. Sepse kështu është formuar gjëja. Se nuk është normale, domethënë kjo gjë që po ndodh tani është një gjë që ka ndodhur gabime shumë më përpara dhe kemi përfunduar këtu. Dhe po bëhen prap gabime dhe do përfundojnë dhe më keq. Dhe më keq dikush është. Rënë nga gaduria. Që këtë vit duket shumë pranë. Domethënë më ashtu, aq sa po shohim ne, shpresojmë që jo. Thonë drejtën, por nuk shoh drejt jashile fare. Ti ke punuar edhe me ekipe zinxhir, madje edhe të kombëtare shqiptare. A mendon ndoshta që Akademia Brezëri mund të jetë një zgjidhje për Tiranën, pra të gjej lojtarët tek shtëpia vet? Shiko, Akademia e Tiranës ka qenë gjithmonë ka prodhuar gjithmonë lojtarë. Unë kam qenë vetë drejtori i akademisë atje. Një farë kohe. Ka pas lojtarë vërtet shumë mirë, por ka pas edhe trajnerë shumë mirë. Domethënë, kam pas trajneri im që kam pas unë ka qenë trajner aty, sepse ai është ashtu atë zanot ka. Dhe është marrë me dhe më bëj zemra mal kur e shifsh aty sepse e di çfarë mentaliteti ka. Se ma ka thënë dhe mua. Ja jep të brezit tjetër. Sulmema.
Pa. Ishte edhe Astida Fizi. Ishte trajneri ke ekipit kombëtar. Apo shumë të tjerë që ishin aty. Ishin këto njerëz, domethënë fryma, e kupton sepse mënyra se si komportoheshin me skuadrën, ajo grinda që t'japin në ndeshje. Por aty sot që po flasim bashkë këtë akademia, ka pas shumë lojtarë që kanë dalë nga akademia, por shumë lojtarë. Sigurisht që thash futbolli është fat, janë dëmtuar ose nuk kanë dëmtuar, nuk kanë pas mundësi për të në ekip parë dhe janë larguar për ekipe tjera dhe për ekipe tjera janë sfumuar pastaj, sepse edhe kjo gjë që po flas tani unë, është i gëshë menaxhimi i klubit. Sepse ti mund të largosh një lojtar për ta dhënë hua, bie fjala në Fier, në përvende kategoria parë apo kush i merr, po. Byli si merr shumë. Çdo ekip që ti, çdo lojtar që ti ke nga akademia, dhe ti mendon si klub që ky lojtar do ketë ardhur, por do ta jap, se do jap minuta. Pa. Se këtu ku jemi tani nuk kemi mundësi. Domethënë Tirana ekipi gjithmonë ka punuar akademinë, sepse akademia ka të ardhura. Si për lojtar, ndash për lekët që vinë muj për muj. Kemi shembullin e Ernest Muçi që akoma vazhdon paguan Tiranën për transferimin e tij. Kjo historia e Ernest Muçi është shumë e bukur, po nëse nuk po e zgjas më se gjithë kanë dalë që unë e kam çu, po. Është shumë e bukur. Domethënë, i prind argjon gjatë gjithë kohës nerva, lek, sakrifikon dhe ku dëgjon për fëmijën e vet. Shkon fëmia deri në 17-18, domethënë me ato peripecit pa fundme që ka një prind për ta bërë çunin sportist. Dhe kur vjen puna me dashme shkuar në ekip parë, duhet si ta bëj? Ka një lojtar që është i huaj aty, që ka luajtur ca vite jashtë shtetit atje, kam fjalën edhe meqense është i huaj ai, do të jetë ky. E kupton? Dhe ky debati bëhet jo për shkak se janë lojtarë të huaj. Problemi jonë është që lojtarët e huaj dhe nuk kanë ndryshim në kualitet me këta tonë. Ky është problemi ynë. Janë dhe më dobët. Kjo është pse ne kemi si shqetësim, që për gjithë janë dëgjojnë. Pra nuk është problemi se janë lojtarë të huaj që luajnë në Shqipëri. Të luajnë ose janë shumë të mirë, siç ka qenë njëri Gramozi, mbaj mendun kohë më parë etj. Ka pas shumë lojtarë të huaj që kanë qenë. Por problemi është që gjithë thonin që shujë erdhi që kam lëshuar. E Kubano, Laiga, Saue, ka shumë emra që kanë qenë mirë. Po shohim Tiranën me flamurtarin që luajnë me nga 11-10 lojtarë të huaj në fushë dhe janë shumë më dobët lojtarë shqiptar. Dhe kjo është ajo që na shqetëson më shumë. Pra këtu duam dalim, ky është thelbi. Po, sigurisht që kështu është fiksa ajo gjë që the, por inshallah gjërat ndryshojnë, sepse nuk domthon për ekipet për paktën për lojtarët e moshave, kjo gjëja me lojtarët e huaj që janë pa limit në kështu është shumë e gabuar dhe nuk do doja kurrë që të do të kjo gjë kështu. Po s'ke gjë në dorë, mundohu sa dush të thuash diçka, po prap mendoj që ato që kanë vesh për të dëgjuar mund ta dëgjojnë këtë gjë. Sepse gjithë breza janë, po të them, në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë, janë diku 25.000 fëmijë të vegjël që stërviten. 25.000. Në gjithë Shqipërinë. Që mund të ketë më shumë, po këtë me statistika. Nga këto 25.000 mund të dalin 7 ose 8 lojtarë që mund të kalojnë për ekipet e para. 25.000, se më të them nga mosha e vogël fare deri në moshën, më të them që pjesa që janë nga 15 ose 18 e kështu, në për ekipet e rrethave dalin, sepse duhet dalin, sepse s'kan tjerë. Kurse në për ekipet që janë me emër, e kanë problem për të futur. Po normal. Sepse ai mund të jetë vërtet lojtar i mirë, po thotë ai ku ka luajtur ky? Ka qenë atje, po ka bë gola, ka bëja 7 gola. Ose ku diun 40 gola në kampionat. Po ta shohim mirë nga emocionet, ai do luaj. S'do japi atë që mendon. Tjetri dhe thotë, po pse më gjen ti më? A kupton? Domethënë ato vinin shohin për nesër. Nuk është se ata ndjekin lojtarët klubet, ndjekin lojtarët sepse klubet kanë skautët e tyre, dhe ai e ndjek 1 vit, 2 vjet, sepse klubi ka shfaqur interes për këtë lojtar. 1 vit, 2 vjet e kupton shumë mirë që ai nga këtu ku ka qenë ka shku këtu. Dhe nga këtu do shkojë edhe më lart. Po. Ai e merr moment këtu. Patjetër. Sepse e blen lirë, e merr rrit dhe prapë shet. Investon. Domethënë është biznes, çdo gjë është biznes. Ndërkohë, un kam edhe 2 merazhe pastaj nëse ke pyetje. Kalojmë pak te kombëtarja po. Kam 2 merazhe të shpejta. E para, Tirana problemet ekonomike i ka pasur dhe nga lojtarët
që shpesh e kanë hedhur në kas klubin, janë bllokuar merkatot e tjerë e tjerë. Tani unë dua një mendim sipas një legjende, po nga tjetër edhe një familjari. Një lojtar i Tiranës, edhe në rast se Tirana se paguan për një periudhë, do t'ia bëj këtë dëmin Tiranës si rrekoj lekët me gjyq apo t'ia bëj halal për shkak të mbledhjes së historikut. A di si dal me këtë pyetje? Do të shpjegoj një rastimin, siç më ka ndodhur. Para se le sportin, kemi pas trajner një spanjoll, Rubio. Këtu edhe e mori bashkia një vit klubin. E mori bashkia dhe kishim rroga normale, kuptimin. Kur me bashkia janë rroga çik thjeshta. Jo, kishte rroga normale, jo të fryra, s'është mund bëhen 8.000, 10.000, ku dëgjoj, po ishin 3.500, 4.000 që shkonin maksimumi. Edhe gjatë kohës që ne bënim stërvitje, luanim gjendja si ishte e mirë në skuadrës, sepse prej pecit vetat e si është. Iku, e la bashkia. Një vit, ka qenë, e la bashkia e mori Lidi. Alili. U kthi privat. E mori sepse mori klubin. E mori atëherë për 18 vjet, edhe se i kanë ngel 2 vjet duket. 18 vjet duket, çfarë më mend po. Edhe ndërkohë të gjithë se lekë nuk u morën. Po. Kaluam që i mori përsipër Halili, si borxhi. Lekët e bashkisë të një viti nuk u morën. Nuk i morën, edhe i mori përsipër Halili për të shpërndar. Po të them të drejtën, shumica e lojtarëve, jo shumica, po 99.9%. Ai 1% që jam unë, nuk e kam hedhur klubin në gjyq për arsye sepse unë isha në fundet e karrierës time. Edhe nuk ma bote zemra me hudhë në gjyq, me thonë drejtën. Unë çka kisha për të marrë në atë klub e kisha marrë. Titujt, respektin e njerëzve, ku diun, shumë gjëra domethënë që mua më plotësonin si njeri, më kupton? Apo dhe fëmijëve të mi që janë, domethënë unë kam gocën 21 vjeç tash. Çuni është 7, po kur e shohin njerëzit domethënë i takojnë se është çuni filani, domethënë është gjë shumë pozitive. Domethënë tek ka marrë nga klubi im. Të gjitha hodhën në gjyq në federat, të gjitha fituan gjyqin, jo nuk i morën 100% të gjitha, dhe i morën nga 70% e kështu, po unë nuk ma bote zemra, i thash, gjithë fillon të firmos letrën, i thash, unë nuk dua të hedh, ma prish emrin fare, nuk i dua fare ato lekë. Një shembull shumë i mirë për ata që na ndjekin. Dhe pyetja e fundit, meraku im i fundit, e përmendë kur luani me Tiranë, me Vllaznin the, ishte koha me 2 faza. Tashmë jemi kthyer në 4 faza dhe një formulë shumë të kontestuar Final Four. Sa ka vrarë futbollin ton, ose sa s'kemë keq është. Mund të jetë s'kemë mirë, ë? Shiko, nuk ka një arsye sepse ato njerëz që e kanë bërë me 4 përplasje, domethënë me 4 herë përplasje gjatë sezonit, për mua mos më duket normale, me thon drejtën, po ato nuk e di si ja kanë menduar, por nuk është e drejtë. Do thuash ti, domethënë janë 10 skuadra, do në atë kohë kemi qenë 16 skuadra. 16 skuadra me 2 faza, vajtja ardhi, po ishte kampionati ishte blind, s'kishte as shitje as blerje, jo kështu, jo ashtu, domethënë ka qenë, ka pas tolerime, por jo shitje blerje. Ka tolerime kuptimi që do dash ti dhe për dal kampion dhe që do të zihem unë me ty. A kupton ose ka dhon ky kaq lek mua që të pengoj. Si çdo të çdo kampionat. Edhe me Florida kishim ulu edhe se nuk e bote dot ai. S'kan ai ishte në niveli. Po. Por që për mua shumë do isha shumë dakord të ishe me 2 faza kampionatit. Jo se kam, se mbase jam dhe nostalgjik në pjesën e asaj kohe atje, po me 6 me 2 faza, po ka qenë më drejt për drejt gjë. Ka pas më përplasje, më grind, kampionati ishte më i bukur. Unë kam përshtypjen jep dhe më shumë rëndësi sfidës kur luan sa më rrallë. Pra kur ti luan Tirana Partizani 2 herë në vit, i jep shumë rëndësi se ti kur e luan 6 herë. Ti lu Tirana Partizani, të gjithë marrin lek. Klubet marrin lek, stadiumi merr lek, njerëzit bëjnë biznes, shesin bira, qofte, ku diun, çfarë këto që gjitha shaje që shitin jashtë. Pra është, domethënë është diçka më taluar sa më rrallë, është më e bukur në mendimin tim, por mbaj mend një ndeshje që sporti është biznes, më miku im. Sporti është biznes. Dhe biznes duhet të bëj biznes, pse mos ta bëjmë të bukur? Po. Gjithë duan biznesin. Plus edhe nëse zgjeron me 16 skuadra, i zgjeron dhe gjeografin e kampionatit shqiptar superior. Jo, me 16 skuadra do të thotë që sepse me 16 skuadra
I bie që ti të kesh 16 skuadra, do të kesh 6 stadiume. Po. Ha, ta Edhe kanë kjo një është, çik më edhe gjatë. kjo është e vërtet, po. Po pra, domethënë 6 stadiume ti po ti vesh re. Edhe me 10 nuk po i bën dot stadiumet. Po ti vesh, jo, shiko, gjëra pa rregullohen, nuk lusesh pa rregullohen. Paktën në pjesën e sportit janë kjo pjesa e ku është Tiranë, Durrës, Kavaj që po bëhet stadium, do filloj stadiumi. Po, Kavaj po. Do bëhet stadiumi Dinamo, Selman Stërmasi. Elbasoni e këtë bën, Korça e këtë bën. Shkodra është e bërë. Shkodra është e bërë. Fieri është ashtu siç ka qenë, por prap ka një nivel të mirë gjës. Po, ka qenë superiore do ato. Lushnja thonë do bëhet, se kanë një plan ato. Vlora prap thonë do bëhet, se ja ku bën, e kupton? Sepse Kuksi e ka, mos ka bërë. Kuksi e ka. Po investohet për këtë pjesë. Por kjo skema me kadër, mos sa kam dashkur, sinqerisht edhe s'më duket fare normale, sinqerisht. Elvis kalojmë pak dhe te kombëtarët shqiptare. Po afrojnë jemi të ato 2 javë që kombëtarja ka ndoshta pjesë më të rëndësishme këtyre eliminatorëve. Si e shikon? Mendon që kemi mundësi reale për play-offin? Nesër me Serbin ishte kështu, ishte një dhuratë nga Zoti. Edhe merita e lojtarëve patjetër, ëh. Po dhuratë nga Zoti për ne që ne shpresojmë për të shkuar atje. Nesër me Andorrën. Nesër me Andorrën shumë e rëndësishme. Të duket sikur është e thjeshtë sepse Andorra që thoni ka kamarierë do pa ka kështu ka që punon llaç. Po, ashtu është. E kanë futbollin profesion dytë. Nuk e kanë dorë të parë futbollin, por që është skuadër e cila prish punë. Pastaj edhe lobimet majtas djathtas prishin punë. Patjetër. Sepse Serbia nuk e le me kaq. E kupton? Sepse do se s'bo. Me Anglin ti e ke sa do të mundosh ti me Anglin, është Anglia. Jo se ne, shiko, ne është çështje besime ose ti barazimin po të them mund t'ja marrësh Anglisë. Se bosh autobus aty dhe po puna është sa do marrësh. Nesër, domethënë gabimi që kemi bërë ne ishte nesër barazimit me Letonin. Me Letonin. 1-1. Ba. Domethënë ai gol që kemi humbur në pjesën e parë, minutë fundit pjesës së parë, 46, 48. Gol akcidental komplet. Një gol që domethënë as vetë duke qenë si ish lojtar që kam luajt vet, nuk e kuptoj se si ka mundësi të hyjë ai gol. Nuk e kuptoj, domethënë ishte një hutim i momentit. Se domethënë ti është pjesa e parë, sa mos harro. Pjesa e parë dhe ti thua do kërcej njëri ta ka të largoj. Po që aty fillon ajo që ti s'duhet ta lesh. Vlen të përmendet që është goli i fundit që ka pasur Shqipëria, për 4 ndeshje. Po gjunaf, është gjunaf për një mosvëmendje, një gjë të pa mos përqendrim të asaj gjës aty. Ti ishe 1-0, filloi prap pjesa 2-1-0, do mundosh të bësh gol, por prap ishe rahat me 1-0. Ishe i qetë. E bënë 1-1, ato biles rrezikun prap, kishte prap raste për të rrezikuar. Ja, ka një lojtar aty që ngjan me ty, cili duket në lojë më i ngjashëm. Jo. Domethënë si mbrosi datë që kam gjetur s'kam ne, nuk kam ne, që mund të më gjej më të paktën si domethënë hysa që u bë ka nuk di sa ndeshje bëri. 93 bërë ose ca. Domethënë e kaloi ca në emisore 94. 94. E kupton se thot? Po një koment pa Mario Mitajn, sepse shumë si ansor që je, shumë e vlerësojnë Mario Mitajn. Shiko, unë kam qenë zëvendës trajner te ku 17 dhe Mario Mitajn e kam pas lojtar, se unë kam qenë zëvendës trajner bashkë me Elvin Beqirin. Elvin Beqiri ishte trajneri i parë, unë isha zëvendës trajner sapo pata marr licencën atë kohë. Edhe fillova si gjë për të marrë eksperiencë, sepse Mario Mitaj është një çun nga Shkodra, është shkodran, i cili ka lindur në Shkodër, ka ikur i vogël në Greqi, është rritur në Greqi, dhe ai mendjen e kishte për Shqipërinë. Ai ishte shumë adhetar, e jashtëzakonshëm. Më ka bërë përshtypje. Se ne jemi këtu dhe ne s'bëjmë dot ashtu, asnjë se bëj dot ashtu. Si ishte ai. Shumë adhetar, për lojtar. Ishte edhe Kene, kapiten skuadra. Tek Mosha, 17. Dhe atë si lojtar e ka gjetë kroati që punonte në federat. Mos e Danagic. Ai e ka gjetë si lojtar, ai ishte mjeshtër për gjetë lojtar.